Nëse më lejon, pra çfarë do kemi ne përfitime? Nuk po flasim fare, sepse as që diskutohet që çfarë kërkohet pra një studim shumë serioz i nivelit më të lartë me të gjitha standardet dhe parametrat e Bashkimit Evropian mjedisor për mbrojtjen, sepse është një ekosistem natyror unik që kemi me nartun, me ishullin, me manastirin, me ishullin e Zbrinecit, pra edhe me gjitha të zona aty, florën dhe faunën, as që diskutohet që duhet transparencë maksimale, por ama nga ana tjetër, çfarë janë treguesit, që nëse këto 4 miliardë fillojnë edhe disbursohen gradualisht, urojmë që nga viti i ardhshëm deri në 2032, që është skenari më optimist, atëherë çfarë do kemi? Do kemi me 10 mijëra vende reja pune. Në radhë parë janë 7-8.000 vende të ndërtimit të këtij mega resorti, sepse është një sipërfaqe 1.5 milion metra katror, janë 150 hektarë në lojë. E dyta janë mbi 8.000 vende të tjera pune çfarë? Ata që do të furnizojnë, pra fermat që do të merren me furnizimin e përditshëm të resorteve, të mega resortit. Çfarë është tjetër? Mendohet, planifikohet që po të ecin gjëra të mirë, do kemi 300.000 turistë vetëm të huaj, po të një niveli tjetër, jo turistin e byrekut. E mirëpresim, parasje dhe ai apo ajo, që mban radhën për byreqet tona të mëngjesit, mrekullueshme. Por ama nga ana tjetër, do kemi turistë që do vinë në një resort të tillë të ëndrrës, shumë të bukur, nuk ka të dytë. Si, domethënë, ndoshta ishujt e Greqisë mund të krahasohen, por natyra është e ndërlidhur në atë mënyrë, është një perle vërtet kjo zonë, kjo ekosistem, dhe duhet vendosim çfarë do ta bëjmë, do ta lëmë akoma me shkure. Për gjithë ato 10